Ju faleminderit nga zemra Fush Kosovë. Ju faleminderit nga zemra për këtë pritje madhështore. Dashur e shumë të respektuar qytetar të Fush Kosovës, miq tonë, të pranishëm e përfaqësues të degës më krenare të lidhjes demokratike të Kosovës. Bastioni i pamposhur i LDK-s. Sonte qëndrojmë në një qytet që është histori suksesi, në një qytet që është shembull për gjithë Republikën e Kosovës, një qytet që na qëndron si model i zhvillimit, i prosperimit dhe i përparimit. Fush Kosova, sot, le ta themi qartë, është një tregim i madh i lidhjes demokratike të Kosovës. Është tregim se kur LDK-ja e ka besimin e qytetarëve të vet, Fush Kosova shndrohet në një qytet të zhvilluar, të shndruar në qytetin më dinamik, më energjik dhe më të rritur të Republikës Kosovës. Dhe ky është rrëfimi i juaj, ky është tregimi i juaj, ky është rrëfimi i LDK-s, ky është rrëfimi i 25 viteve punë, vizion e përkushtim. Dhe këtu në qytetin tuaj, njerëzit e dinë më së miri çka do të thosh të kesh një udhëheqje të përgjithshme, një udhëheqje të fjalës së mbajtur dhe një udhëheqje të punës së bërë. Këtu qytetarët e Fush Kosovës janë dëshmitar të drejtë për drejtë të transformimit më të madh urban e shoqëror që ka ndodhur në Kosovë në 2 dekadat e gjysmë të historisë sonë. Dhe ky transformim mban veç një emër, mban emrin e një njeriu që bë sinonim i këtij qyteti, mban emrin e një lideri që shndroi këtu me ju për 25 vite me radhë, mban emrin e një njeriu që një sallën hapse në Prishtinë, një sallë e tërë nga Kosova, u ngrit në këmbë për ta përshëndetur e nderuar, mban emrin e kryetarit legjendar Burim Berishës. Dhe sonte, para se të flas për zgjedhjet lokale, më lejoni që si kryetar i lidhjes demokratike të flas për burimin, sepse nuk është lehtë flasësh për një njerëz që për një çerek shekulli ishte kryetar, ishte prejës, ishte vizionar, ishte lider politik i një qyteti të tërë. Nuk është e lehtë sepse është rrallë në historinë tonë politike, një udhëheqës që ka udhëhequr për kaq gjatë e me kaq shumë besim qytetar. Dhe Burim Berisha është pikërisht ai njeri, një rast jo vetëm i rrallë, një rekord kombëtar, një figurë që do të mbetet përherë gjithherë e gdhendur në kujtesën e këtij qyteti si kryetar legjendar. Burimi ishte jo vetëm kryetar, ai ishte edhe arkitekti i Fush Kosovës moderne, ai ishte njeriu që nxorri qytetin nga hija e kryeqytetit dhe ja dha identitetin e vet. Ai ishte njeriu që ndërtoi rrugë, shkolla, lagje të reja. Ai ishte njeriu që solli investime, që krijoi kushte për banim, për zhvillim, për tregti, për jetë të qytetarëve tonë nga e gjithë Kosova dhe jo vetëm. Ai ishte njeriu që i dha kuptim fjalës qytet këtu ku jemi sot në Fush Kosovë. LDK ka vendosur standard lartë në Fush Kosovë. LDK ka vendosur një model të qeverisjes së mirë në Fush Kosovë, të qeverisjes që punon për qytetarët, të qeverisjes që dëgjon, që shërben, që realizon. Dhe ky model është trashëgimia më e madhe që lidhja demokratike e Kosovës ja le Fush Kosovës. Ky model nuk mund të ndalet, ky model duhet të vazhdojë edhe tutje. Prandaj, sepse nuk bën të ndalet, e sepse duhet vazhdoj tutje, sonte nuk jemi këtu vetëm për të falenderuar Burimin e për të kujtuar punën e tij të madhe, sonte jemi për të dhënë një vulë të madhe fitores së ardhshme me kryetarin e ri, Besnik Osmanin. Besniku
Kandidati ynë më i përgatitur nga të gjithë kandidatët në nivel vendi është njeriu që e njeh çdo rrugë të qytetit tuaj, çdo lagje, çdo projekt, çdo shkollë, çdo problem dhe çdo zgjidhje. Ai është njeriu i punës konkrete, i përvojës, i shërbimit qytetar. Ai është njeriu që është rritur brenda këtij qyteti dhe për këtë qytet. Prandaj Besnik Osmani sot është kandidati ynë krenar, kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës, kryetari i arshëm i fushë Kosovës. Jam vërtet krenar që kemi një kandidat të tillë që e don këtë qytet, që gjithë juve, më lejoni të zëtohem këtu publikisht, se në qeverinë e ardhshme të udhëhequr nga Lidhja Demokratike e Kosovës, projektet e juaja do të kenë absolutisht prioritet. Ju zgjedheni Besnikun, neve lena një punë tjera ta bëjmë fushë Kosovën qytet më modern. Prandaj dashur qytetar, zgjedhja që kemi përpara është shumë e qartë. Nuk është zgjedhje mes të njohurit dhe të panjohurit, është zgjedhje mes të sigurtës dhe të panjohurës, është zgjedhje mes vazhdimësisë së punës së shkëlqyeshme dhe punës së madhe të bërë tash 25 vite dhe ndaljes së kësaj pune. Është zgjedhje mes LDK-s që ka dëshmuar vazhdimisht se de qeverisë në këtë qytet dhe jo vetëm, dhe të tjerëve që nuk kanë asgjë për të thënë, asgjë për të ofruar, asgjë për dëshmuar. Dhe ta themi që tani, me 12 tetor, ne presim fitore dhe asgjë më pak se kaq. Presim fitore në Prishtinë, në kryeqytet me LDK-n, presim fitore në Lipjan me LDK-n, në Obilish me LDK-n, në Llap me LDK-n dhe patjetër fitore në bastionin tonë Rrugëvesë dhe Djath në fushë Kosovë. Dhe jemi të bindur për këtë fitore, sepse qytetarët e tanë e dinë se kush punon për ta, e dinë se kush ka shërbyer me dinitet, e dinë se kush i ka ndërtuar lagjet e reja, kush ka sjellë investime, kush e ka rritur vlerën dhe mbi gjitha, kush ka plan e ide konkrete për ta shpirë këtë qytet në nivelin tjetër. Ky është Besnik Osmani, kjo është LDK-ja jonë. Por Besniku nuk është i vetëm në këtë garë. Përveç se e ka gjithë LDK-n me vete, ai ka dhe një ekip të shkëlqyeshëm dhe të fortë të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Janë kandidatët tanë për kuvend komunal, i ftoj këta kandidatë të ngrihen në këmbë për pak, e juve tjerëve, një dorëtrokitje të madhe për ekipin më shkëlqyer që e kemi në listën tonë për kuvend komunal. Dorshi faqe bardh. Dhe sot për fund këtë bim du të bëj një thirrje të fortë për ju qytetarë të fushë Kosovës. Për 25 vite kemi qëndruar bashk, për 25 vite ju keni qenë themeli i suksesit tonë politik. Sot LDK Sot është koha që të regoni edhe një herë se ky qytet mbetet i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Se ky qytet është i shpresës, është i stabilitetit, është i vizionit euroatlantik. Sot është koha të jepni Besnik Osmanit besimin tuaj për të qenë kryetari i arshëm i fushë Kosovës. Dhe në dorëtrokitjet tuaja më lejoni të dojë edhe një herë Besnikun që të bëj prezentimin e ekipit të tij për kuvend komunal. Ju falenderoj shumë gjithë dhe Zoti ju bekoft, fushë Kosovë. Ju falenderoj. Mirë se keni ardhur sonte për të na mbështetur fuqishëm në rrugtimin ton, në ëndrrën ton dhe në vizionin ton që komunën e fushë Kosovës që po e gjejmë plot begati nesër ta transferojmë në një dimension tjetër, në një komunë moderne dhe në një model jo vetëm për Kosovën, po për gjithë Ballkanin perëndimor. Faleminderit shumë. Dua t'ju them se zakonisht fushatat janë të lëshme dhe derisa pak e lodhur mbrëmë shkoja te shtëpia dhe munda me kthy
edhe me pa emisionet të debatet, e pash një kryetar komune që lavdoj shumë sepse në komunën e ti punanin 2-3 vinqa. U bona kurrështar dhe të nesërmen në komunën e Fushë Kosovës, vetëm në qytet nuk gjeta as ma pak, as ma shumë se 49 sash. Pra kjo është komuna e Fushë Kosovës. Thash natyrisht vetë me vete, bablok, hajde në komunë të Fushë Kosovës e kjo që shpunohet, që shpunan Burim Berisha me shokë. Dashur qytetar, komuna jonë është bo sofër për bashkët. Këtu ne tani jemi mbledhur tokë në mënyrë simbolike, po kështu e kemi qytetin e Fushë Kosovës, qytetarë që kanë ardhur nga Llapi e Drenica, qytetarë që kanë ardhur nga Rrafshi Dugagjinit, qytetarë që kanë ardhur nga Presheva, Medvegja, Bujanosi, qytetarë që kanë ardhur nga Opoja, qytetarë që kanë ardhur nga Podguri, qytetarë që kanë ardhur gjithandej Kosovës. Dhe kur kanë ardhur këtu për këto 2 dekada, kanë gjetur vendas të mirë e punëtorë që i kanë mirë prit me plot bujari e janë bo bashk edhe kanë ndërtu nga fshati në qytet të cilën po e përjetojmë ne dhe ku jetojmë ne sonte dhe jemi këtu bashk në këtë aktivitet. Prandaj, më lejoni që të falenderoj të gjithë ndër breza, ata që janë gjallë, ata që kanë vdekur, për çdo kur, për çdo djerës, për çdo gjak që kanë dhënë për komunën tonë, për Kosovën tonë, mënyrë që ta zhvillojmë, ta prosperojmë atutje, mënyrë që ta përjetojmë në këtë botë dhe të lëmë trashëgim brezave që po vinë. Nuk e di sa e dini, po në komunën tonë janë dikon rreth 127 firma milionshë që punojnë edhe zhvillojnë aktivitetin. Nuk ka asnjë komunë tjetër përveç kryeqytetit Prishtinës. Besoj që dini mund të ketë edhe në mesin këtu që pronar të vogël parcela që i kanë pas në qytet, pak apo shumë, sot janë milioner sepse duke pa një vizion dhe një politikë liberale që ka ndodhur në komunën e Fushë Kosovës, një menaxhim të drejtë e pronave me një ndërtim marramendës nga një fshat në qytet, sot ata janë pronar të pasurive të tyre, jetojnë dhe zhvillojnë jetën në qytetin tonë.